أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid. Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun fuqiplot. Paqja, mëshira dhe rahmeti Allahut qoftë mbi pejgamberin tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mëshira, rahmeti, mëshira dhe begatit e Allahu xhalla shanuhu qofshin mbi ne, familjet tona dhe mbar njerëzimin përgjithësi. Me lejoni që në cilësinë e kryetarit e komunitetit musliman shqiptar në Zvicër t'ju uroj muajin e Ramazanit, pasi që jemi në prag të muajit të Ramazanit, domethënë në ditët e para të muajit të Ramazanit, andaj lut Allahun xhalla shanuhu që këto ditë të agjerimit të muajit të Ramazanit që i kemi agjëru, lutim Allahun xhalla shanuhu që të na i pranon nga mëshira dhe rahmeti i tij që ka, ndërsa në ditët e mbetura të agjerimit Allahu na i mundsoj që të kemi një agjerim të lehtë dhe agjerim të pranueshëm. Përderisa jemi në prag të muajit, domethënë fillimet e para të ditëve të para të agjerimit muajit të Ramazanit, unë përmes këtij video mesazhit kisha dashur që ta përcjellni një mesazh tek ju të nderuar vëllezër dhe motra të komunitetit musliman shqiptar këtu në Zvicër, për të mirat dhe bereqetet që i ka ky muaj. Se çfarë të mira Allahu xhalla shanuhu, çfarë bereqete dhe nimetet e Allahut të cilat gjenden brenda muajit të Ramazanit. Andaj që në fillim para se ti numërojmë, ti cekim disa nga të mirat që i ka muaji i Ramazanit, unë kisha dashur që një këshill vëllazërore që në fillim që ta dim se çfarë agjerimi ne i bëjmë, pasi që prej të mirave të Ramazanit, prej të mirat të këtij muaji të cilën Allahu xhalla shanuhu e ka dalluar edhe me agjerim. Andaj kisha dashur, pra siç thash, një këshill rreth agjerimit ton gjatë muajit të Ramazanit, duke pas parasysh se agjerimi mund të bëhet në forma dhe mënyra të ndryshme, mirëpo duhet të kemi kujdes se çfarë agjerimi ne po bëjmë gjatë muajit të Ramazanit. Andaj dietarët islam i kanë ndarë agjerimin në 3 lloje. Pra kemi agjerim të zakonshëm, kemi agjerim të veçantë dhe kemi agjerim tepër të veçantë. Cili është agjerimi i zakonshëm? Agjerimi i zakonshëm është nëse ne largohemi nga ushqimi dhe pija dhe nuk largohemi nga veset e liga, nga veset të cilat ndoshta çdo ditë ne edhe para Ramazanit jemi me veset e tilla, siç për shembull siç është nervoza ose fyra ndaj të tjerë dhe gënjeshtra e shumë kështu me radhë. Andaj kjo është agjerimi i zakonshëm. Dietar për këtë agjerim kanë thënë se ndoshta do të jetë agjerimi i pranueshëm, mirë, por nuk do të ketë shpërblim dhe sevap tek Allahu xhalla shanuhu. Agjerimi i veçantë është lloji i dytë i agjerimit, në të cilën ngërthen në vete, përveç që ne largohemi nga pija dhe ushqimi dhe nga veset e liga, ne agjerojmë me gjuhën tonë, agjerojmë me veshët tonë, agjerojmë me sytë tonë, agjerojmë me këmbët tona, agjerojmë me duart tona, pra me një fjalë agjerojmë komplet me trupin tonë dhe ju nënshtrohemi Allahu xhalla shanuhu, duke pas parasysh që ne gjatë agjerimit muajit Ramazanit duhet të jemi të kujdesshëm që të ruajmë gjuhën tonë, jo vetëm të largohemi nga ushqimi dhe pija, por vërtet të agjerojmë edhe me gjuhën tonë, që gjuhët tona gjatë muajit të Ramazanit jemi të kujdesshëm pra çka po flasmi, çfarë komunikimi bëjmë e kështu me radhë. Pastaj duhet të jemi të kujdesshëm që të agjerojmë, siç thash, edhe me sytë tanë, duke pas parasysh se ne ndoshta ko pas kohë dikush nga ne ndoshta nuk e ruan edhe shikimin e tij, mirë po besimtari i mirë dhe besimtare e mirë, përveç se muajit të Ramazanit, ai duhet të jetë i kujdesshëm edhe jashtë Ramazanit, kështu që në veçantë muajin e Ramazanit, pra duhet të agjerojmë edhe me sytë tanë që ne mos të shiqojmë diçka të cilën Allahu xhalla shanuhu e ka ndaluar. Njashtu ne gjatë muajit këtij muaji të agjerojmë edhe me veshët tanë, që me veshët tanë, pra me të ndëgjuarit tanë, ne mos të ndëgjojmë diçka
për të cilën e hidhron Allahu xhalla shanuhu dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ne ashtu të agjerojmë edhe me duart e tona dhe me këmbët e tona, pra mos të marrim diçka e cila nuk na takon ne, nuk është e lejuar ne dhe këmbët e tona pra mos gjenden në atë vend për të cilën është i hidhruar Allahu xhalla shanuhu, na i ka ndaluar Allahu xhalla shanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra ky është lloji i dytë i agjerimit, agjerimi i veçantë, dhe kemi llojin e tretë i agjerimit që kemi agjerim tepër të veçantë. Ky agjerim është më i miri nga lloji i parë dhe i dytë i agjerimit, duke pas parasysh se kur themi agjerim tepër të veçantë, vërtet komplet qenja jonë ju dorëzohet Allahu xhalla shanuhu gjatë muajit Ramazanit. Andaj që në fillim këshilla ime kishte me qenë se ne çfarë agjerimi po bëjmë, apo bëjmë agjerim domethënë lloji i parë të zakonshëm, agjerim të veçantë apo agjerim tepër të veçantë. Na duhet të jemi të kujdesshëm dhe lutë Allahun xhalla shanuhu që agjerimi ynë mos jetë agjerim i zakonshëm, po të jetë agjerim prej llojit të dytë dhe llojit të tretë të agjerimit. Dhe njashtu shfryzoj rastin që vërtet lutë Allahun xhalla shanuhu që të jetë njëri prej tyre dhe ditë e agjerimit që i kemi agjeru, Allahu na i pranoft nga mëshira dhe rahmeti i tij që ka. Andaj përderisa tham gjendemi në ditët e para të muajit të Ramazanit, më lejoni që t'i them disa fjalë rreth asaj se çka e dallon muajin e Ramazanit. Pra muaji i Ramazanit është muaj në të cilën Allahu xhalla shanuhu e ka dalluar nga gjitha muajt tjerë. Është i vetmi muaj në të cilën Allahu xhalla shanuhu e ka përmendur në Kur'an. Është muaj në të cilën ka filluar zbritja e Kur'anit. Tek muaji i veçantë dhe veçohet ky muaj me zbritjen e Kur'anit. Ky muaj veçohet me fillim e me agjerimin e muajit Ramazanit. Ky muaj veçohet njashtu për arsye se këtë muaj hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit. Ky muaj dallohet njashtu me shpërblimet që i ka, duke pas parasysh si që kemi thënien e pejgamberit alayhi salatu wasalam se çdo vepër ne që e kryjmë gjatë muajit Ramazanit, shpërblimi do të jetë shumë fish më i madh se që ne e kryjmë jashtë muajit Ramazanit. Andaj ne kur thomi se Ramazani është muaji i Kuranit, me plot drejt përveç që e quajmë muajin të Ramazanit, e kemi edhe drejtën ta quajmë muaji i Kuranit, për arsye se ajo e cila e dallon ndoshta më shumë këtë muaj është se pikërisht në këtë muaj Allahu xhalla shanuhu pra ka filluar në zbritjen e Kuranit, ku Allahu xhalla shanuhu në ajetin ku flet për agjerimin thot shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaji në të cilën ka filluar zbritja e Kuranit. Andaj prej veçorive më të shumta të cilën e dallon këtë muaj është vetë fillimi i zbritjes së Kuranit. Pra pikërisht në këtë muaj Allahu xhalla shanuhu filloi zbritjen e Kuranit. Pikërisht në këtë muaj Allahu xhalla shanuhu me fillimin e zbritjes së Kuranit i shpalli me një farë mënyrë mund të themi i shpalli luftë ignorancës, paditorisë me ajetet e para të Kuranit me fjalën Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, pra lexo, mëso, studio në emrin e Allahu xhalla shanuhu. Pra ky është mesazhi i parë në të cilin pikërisht në fillimit në muajin e Ramazanit Allahu xhalla shanuhu pra dashti që ta filloj mesazhin e tij të fundit për mbar njerëzimin prej Gjibrilit, domethënë nga Allahu xhalla shanuhu përmes Gjibrilit alayhis salam tek pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe përmes pejgamberit alayhis salatu wasalam Muhammed alayhis salam të mbar njerëzimin siç Allahu dhe i ka drejtuar pejgamberit alayhis salatu wasalam me fjalën wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ne ty të dërguam o Muhammed mëshirë dhe rahmet për gjitha botrat. Pra prej veçorive të cilën e dallon muajin e Ramazanit është muaji në të cilën Allahu xhalla shanuhu pra ka filluar zbritjen e Kuranit. Diçka tjetër të cilën e dallon muajin e Ramazanit nga muajt tjerë është se në këtë muaj hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen portat ose dyert e xhenemit. Edhe këtë e kemi hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam ku na thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam idha jaa Ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa sudimat ash-shayatin. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam kur vjen muaji i Ramazanit mbyllen dyert, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe shejtani prangosën pra shejtani dhe nuk ka mundësi atë të cilën e bën pra jashtë Ramazanit, Allahu xhalla shanuhu nuk e jep mundësinë
që atë që e bën gjatë jashtë Ramazanit, që ta bën për gjatë muajit të Ramazanit, me një qëllim të vetëm që besimtarët e ruhen, pra ta ruajnë ibadetin e tyre, leximin e Kuranit, agjërimin e muajit të Ramazanit dhe çdo adhurim tjetër të cilin e bajnë pra gjatë muajit të Ramazanit. Andaj edhe ne ju gëzohemi këtij muajit, pra i gëzohemi këtij hadithit pejgamberit alayhis salatu wassalam, i gëzohemi domethënë edhe të mirat të Allahut dhe begative të Allahut, dhuntive të Allahut, të cilat gjenden brenda këtij muajit, dhe lutim Allahun xhaleshanu që vërtet të jemi prej atyre të cilët të shfrytëzojmë maksimalisht mirat dhe begatitë e Allahut xhaleshanu, të cilat i ka veçuar në veçantinë e muajit Ramazanit. Përveç siç tha muaji i Kuranit, i fillimit zbritjes Kuranit, muaj ku hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit, Ramazanit e kemi ajo një veçori që e dallon është se pikërisht në këtë muaj Allahu xhaleshanu bëri obligim agjërimin për për gjithë ummetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe për mbarë leximin për besimtarët dhe besimtarët. Andaj Allahu xhaleshanu pikërisht në një ajet Kuranit ku flet për agjërimin, na thotë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pra Allahu xhaleshanu në këtë ajet kuranor na thot: o ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjërimi i muajit të Ramazanit, ashtu siç ka qenë obligim edhe tek popujt tjerë, në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë dhe sinqeritetin. Andaj vërtet muaji i Ramazanit e begaton edhe agjërimi, ky ibadet i veçantë që Allahu xhaleshanu pra pikërisht në këtë muaj të veçantë na ka obliguar. E kemi njashtu edhe një hadith kutsi ku Allahu xhaleshanu në këtë hadith kutsi thot: kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Na thot Zoti në këtë hadith kutsi, çdo punë që e bën i biri Ademit e bën për vetveten e tij, përveç agjërimit, thot Zoti, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Agjërimin e bëni për mua dhe unë ju shpërblej për atë. Andaj duke u nisur nga ky hadith kutsi, nga fjala Allahu xhaleshanu dhe nga ajeti që e përmendëm më lart, Allahu xhaleshanu për çdo punë të ndëruar vëllezër dhe motra ka caktuar shpërblimin e sevapëve. Për çdo vepër punë që ne e bëjmë, Zoti ka caktuar pra shpërblimin e sevapëve që Allahu do t'i paguajë besimtarët dhe besimtarët për veprat dhe punët që ne i bëjmë. Ndërsa tek agjërimi është diçka e veçantë, për arsye se Allahu xhaleshanu në këtë hadith kutsi thot: fa innahu li wa ana ajzi bihi. Agjërimin e bëni për mua dhe unë do t'ju shpërblej për atë. Andaj lut Allahun xhaleshanu që vërtet një agjërimin ta kemi vetëm për Allahun xhaleshanu dhe përveç agjërimit ne siç e cekum edhe në fillim të ligjëratës që ne duhet të largohemi nga ushqimi dhe pija, lut Zotin që ne të largohemi nga çdo vesilik, nga çdo gjë dhe nga çdo vepër të cilën ne e dobëson agjërimin ton, por vërtet ta bëjmë agjërimin ashtu siç na ka porositur Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, duke shpresuar se agjërimi ynë, duke shpresuar dhe në fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam se agjërimi ynë dhe Kurani do të jetë ndërmjetësues për ne në ditën e gjykimit. Andaj aq më shumë që ne t'i kushtojmë kujdes një vëmendje të veçantë leximit Kuranit, kuptimit Kuranit dhe meditimit Kuranit dhe të kuptuarit Kuranit dhe mbi gjitha të punojmë bas Kuranit, njashtu duhet t'i kushtojmë kujdes pra edhe agjerimit që vërtet ta kemi një agjerim pranueshëm, një agjerim ashtu siç na ka porositur Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam, që ti kemi dy dëshmitar të tanë, dy ndërmjetësues, dy shefatin në ditën e gjykimit para Allahu xhaleshanu, dhe lut Zotin që vërtet ne të jemi prej tyre që ta kemi këtë nder dhe këtë respekt dhe këtë shëref para Allahu xhaleshanu, që ta kemi Kur'anin, fjalën e Allahut dhe agjerimin e muajit të Ramazanit para Allahu xhaleshanu në ditën e gjykimit si dëshmitar. Andaj përveç siç tham agjerimi që dallohet ky muaj, leximit Kuranit, ky muaj dallohet edhe nga shpërblimet të veprimet të cilat ne i bëjmë për gjatë këtij muaji. Shpërblimet janë jashtëzakonisht më të mëdha se sa muaj tjerë. E kemi për shembull siç e kemi porosinë e pejgamberit alayhis salatu wasalam, na thot pejgamberi alayhis salatu wasalam kryne umrën gjatë muajit të Ramazanit, se umrja gjatë muajit të Ramazanit e ka vlerën e haxhit. Pra, kjo nën kupton që nëse ne gjatë muajit të Ramazanit kush ka mundësi pra do ta bën vizitën e Çabës dhe e Medinës
vetë pejgamberi do ta viziton pejgamberin alayhis salatu wasalam gjatë muajit të Ramazanit, do ta kryen umrën, do ta ketë shpërblimin sikur ta kish kryer çdo kush nga ne, domethënë në haxhin. Kjo nuk nën kupton të nderuar vëllezër dhe motra kryerjen e haxhit, mirë po nën kupton shpërblimin siç është shpërblimi i haxhit, kush e kryen umrën gjatë muajit të Ramazanit, ashtu pra e ka shpërblimin. Andaj e lutim Allahun xhaleshanu që vërtet kush ka mundësi që ta kryen umrën gjatë muajit të Ramazanit, ne ta bëni gjatë tillë dhe një çështje do ta cek me thujase për fond, për arsye se muaji i Ramazanit ka vërtet gjëra të shumta të cilat e dallojnë këtë muaj, pa ajo që do ta cek më dashur është si e fundit, pikërisht në këtë muaj Allahu xhaleshanu e ka dalluar këtë muaj edhe me një natë e cila është më vlerë se 1000 muaj. Allahu xhaleshanu për këtë natë e cila gjendet pikërisht në këtë muaj të bekuar dhe të shejt, në këtë musafir të Allahu xhaleshanu është nata e Kadrit, ku Allahu xhaleshanu një sure të veçantë e ka zbrit për vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate, dhe këtë sure e ka quajtur dhe nata e Kadrit, ku Allahu suratul Qadr, pra kaptina e Kadrit, e rëndësisë, e vlerës, ku Allahu xhaleshanu ke kaptin thot inna anzalnahu fi laylatul qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alf shahr. Allahu xhaleshanu thot ne e zbritëm atë Kur'anin natën e Kadrit, që të bëri ty se çka është nata e Kadrit, ose siç themi çka mendon se çka është nata e Kadrit, Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. Pra vet Allahu xhaleshanu na tregoi për vlerën dhe rëndësinë që ka nata e Kadrit. Pra nata e Kadrit më me vlerë se 1000 muaj. Pra ibadeti, adhurimi, leximi i Kuranit dhe çdo gjë tjetër në këtë natë llogaritet sikur ne të kemi vepruar pra veprime të tilla sa të mbi 1000 muaj, që i bie 83 vite e 4 muaj. Andaj vërtet lut Allahun xhaleshanu që të na bën prej atyre të gjithëve, neve të cilët ne ta shfrytëzojmë maksimalisht, ta dallojmë siç e ka dalluar Allahu xhaleshanu me ibadetet e shumta, me adhurimet e shumta, me veçuritë e shumta muajin e Ramazanit. Allahu na bëj që dhe ne të jemi prej atyre të cilët ne ta dallojmë këtë muaj mbi gjitha me leximin e Kuranit, thamë se quhet muaji i Kuranit, se pikërisht në këtë muaj ka filluar drita e Zotit të shpërndahet në rrugën toksor, mesazhi i fundit, pra siç thamë përmes Xhibrilit alayhis salam tek pejgamberi alayhis salam, të krijesa më e dashur dhe më e zgjedhur Allahu xhaleshanu, pra ta shfrytëzojmë me leximin e Kuranit këtë muaj, ta shfrytëzojmë me agjërimin ton maksimalisht, ta shfrytëzojmë me sadaka këtë muaj të Ramazanit, ta shfrytëzojmë me lutjet dhe kërkesat e tona, duke pas parasysh se edhe lutjet dhe kërkesat e tona Allahu xhaleshanu nuk i refuzon gjatë muajit të Ramazanit, siç thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, Allahu 3 dua, 3 lutje nuk i kthen, nuk e kthen lutjen e agjëruesit prej kohës së fyrit në derën e kohën e iftarit, nuk e kthen lutjen e udhtarit, musafirit, dhe nuk e kthen lutjen e një njeriu i cili ju ka bërë zullum, ju ka bërë pa drejt. Andaj vërtet lut Allahun xhaleshanu që na shpërblen me të mirat e tij, lut Allahun xhaleshanu që të jemi një vigjilent dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht muajin e Ramazanit, duke pas parasysh pra shpërblimin e Allahu xhaleshanu, duke pas parasysh të mirat që i ka Ramazani. Allahu na bën prej atyre të cilët ne maksimalisht e shfrytëzojmë muajin e Ramazanit. Pra edhe një herë për fund ju uroj për muajin e Ramazanit që të kemi agjërim pranueshëm, agjërim të lehtë. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum astaghfiru min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.